I qelur që nga data 30 prill, panajiri i punës ka ofruar për qytetarët mundësi punësimi në disa sektorë. Ajo që ka binde në sy në këtë panajir ishte se shumica e punëkërkuesve ishin të rinj jo vetëm nga ata që kishin mbaruar universitetin, por edhe studentë të cilët paralelisht kërkojnë të punësohen diku pa pasur shumë pretendime. Kam disa kopa, po. Sot ishte thjesht diçka për të parë. Sa e vërtet dhe sa i vërtet është panajiri i punës. Çfarë keni mbaruar? Financë kontabilitet, master. Sa kohë ke që je pa punë? Në tetor të 2013 jam diplomuar, aktualisht pa punë. Kam për thjesht trajnime. Kishte vende vakante. Unë jam studente, student inxhinieri fizike. Erdha të shoh një herë çfarë mundësish ofron. Përgjigje të mira tani të shohim intervistat e punës. Jeni pa punë? Po. Sa kohë ke pa punë? Jemi në shkollë prandaj s'kemi punë. Dhe çfarë kërkon? Për momentin call center. Bëra 1-2 intervista dhe më thanë që do ju kontaktojmë. Specialist ndërtimi, 25 vjet kam punuar. Kam shumë shpresë po varet nga firmot. Kam marrë një për mbushje CV, për dorëzim CV. Kërkesa për një vend pune kanë bërë që disa prej të interesuarve të bëhen pjesë e panajirit për të dytin apo të tretin vit rresht dhe që këtë vit janë shpresë plot. Kam mbaruar fakultetin për kimi ushqimore dhe pse jo do doja një në profesionin tim. Marrë herë tjetër pjesë në për këto panajire? Po, kam marrë. Në edicionin e kaluar mos gaboj, herë vitin tjetër. Nuk dha asnjë rezultat. Këtë vit nuk e di shpresoj të japi. Kam mbaruar mekatronikën, tani vazhdoj në automatizim industrie, master shkencor. Tani sa isha te një kompani aty dhe besoj se optimist, ishte një mundësi. Panajiri i vjet ishte reklam, jo panajir, kurse ky po më duket panajir, jo reklam. Ky panajiri ka shërbyer edhe sipërmarrësve të cilët shprehen se vetëm në 2 ditë kanë pritur mbi 100 CV. Kemi nevojë për gati 500 veta të rinj për të punësuar. Dje kemi bërë për shembull 180 intervista, nga të cilët 50% të tyre flisnin shumë mirë italisht, që direkt sot I kemi marrë në telefon dhe nesër fillojnë trajnimin. Sot deri tani kemi 140 aplikant dhe vazhdojnë intervistat. Kompania jonë është një kompani turke, e cila kooperon në fushën e ndërtimit të hidrocentralit dhe në tregtimin e energjisë elektrike, kërkojmë domethënë inxhinier. Por kërkojmë edhe saldator, për shembull. Për momentin domethënë bëhet fjalë diku tek 20-30 vende pune. Nga numërimi I bërë dje dhe deri para gjysmore, mund të them që kanë ardhur rreth 150-170 CV. Ne për shumë kemi mbledhur dje dhe sot kemi mbledhur mbi 60 CV. Vendet vakante për tani kemi në infermieri në reanimacion, që kështu duhet me çik eksperiencë pune aty sepse është departamenti atill që kërkon këtë gjë. Në administratë, pastaj sekretar administrate, recepcion, arktar, janë vende vakante që ne kërkojmë. Drejtori I zyrës së punës në Tiranë, Fatjon Dhuli, shprehet se ky panajir do të zgjas deri ditën e diel për shkak të kërkesave, ndonse ishte parashikuar të mbyllej në datën 2 maj. Fluksi shumë I madh do na bëjë të ata shtym deri ditën e diel. Prezenca e kaq është shumë bizneseve. Me vende të lira punë të shpallura bën diferencën. Nuk ka qenë asnjë panajir I këtyre përmasave. Por cilët kanë qenë këtë vit sektorët që kanë ofruar më shumë vende pune. Sektorët që punësojnë më shumë punojës në rajonin tonë është sektori I telekomunikacionit, është sektori I industrisë fason, I cili ka nevojë të domosdoshme për fuqi punëtore, është sektori I ndërtimit, janë sektorët e shërbimeve dhe shumë sektorë të tjerë.